pikërisht momenti për ta realizuar bisedën e parë. Unë sot kam të ftuar Orges Arifin, me të cilin do të diskutojmë për arritjet e shumta. Ai sapo është kthyer nga Armenia, ku madje ka marrur dhe ka fituar edhe një medalje të argjend, pra i bie kështu vendi i dytë me fjalë të tjera. Do të diskutojmë edhe për këtë pjesë, por do të diskutojmë edhe për udhëtimet e tij të shumta që po i ka, sigurisht për shkak të karates, por sigurisht do të na tregojë edhe se si po kalon në këto udhëtime, se po e presim vendin ton atje dhe shumë çka tjetër. Orges, mirë se vjen moment. Kur them vendin tonë, kam fjalën edhe për Shqipërinë, padyshim. Sepse gjithë jemi shqiptarë. Po, unë që 5 vite do më thonë përfaqësoj Shqipërinë, jam përfaqësues i Shqipërisë, po unë jetoj në Kosovë. Do më thonë kur dalun kur e përfaqësoj Shqipërinë, në një farë mënyrë përfaqësoj edhe Kosovën. Pasi ushtroj edhe këto në Kosovë. Jemi një? Patjetër s'ka fjalë. Orges, tregom si je fillimisht. Mirë, faleminderit. Pak i lodhur se javën e kaluar kemi pasur gara, do më thonë kemi qenë shumë të ngarkum. Jo vetëm javën e fundit, po këto muajt e fundit, pasi kemi pas shumë aktivitete. Tani jemi gati të fundit të sezonit, kështu që jam mjaft i lodhur, po kur pasi që fitova medalje, domethënë ja ka vlerëtur gjithë ajo lodhje. Një kampionat mjaft i rëndësishëm, ëh? Për çdo sportist, ëndra e çdo sportisti është që të jetë medalist evropian apo medalist botror, gjithashtu edhe olimpik. Domethënë këto janë qëllimet kryesorë të një sportisti. Unë tani për herë të dytë do më thonë shpallëm në kampion e Evropës, ka qenë një medalje të cilën e kam prit me thonë gjithë jetën, edhe ma në fund të moralizu do më thonë edhe jo vetëm një herë, po 2 herë. 2 herë? Po gjithashtu edhe vitin e kaluar, vitin 2024 kam qenë në kampion e Evropës. Si ishte hera e parë, pastaj të dalim te kjo e dyta? Era e parë ka qenë më thonë më emocionuese, pasi ka qenë era e parë është gjithmonë më e veçantë. Mirë, po gjithashtu edhe era e dytë e ka një rëndësi të veçantë, pasi dëshmova që vitin e kaluar domethënë nuk kam fituar rastësisht, po e kam merituar edhe atë medalje dhe tash e konfirmoj domethënë se në kampion e Evropës e konfirmoj nivelin tim si një garues nivelit të lartë. Sigurisht, po dua të ndaljem pak edhe te konkurrentët e tjerë. I takove ndonjë nga hera e kaluar? Po, domethënë përafërsisht 80-90% janë ata të njëjtit. Njifëm na jo vetëm në evropian, po njifëm me gjithë garust. E di sakt ku ne kam konkurrent. Do më thonë edhe me një konkurrent vitit kalum një mdeshë edhe këto në evropian për herë 2, do më thonë, kështu që po njifëm në mes vete edhe përafërsisht jemi të njëjtit. A është e vërtet që dikush të befasoj sa i përket kualiteteve që kishte ndryshuar shumë, qoftë në kuptimin e mirë të fjalës, qoftë në atë themi jo aq të mirë? Ky evropian ka pas befasi shumë, do më thonë pavarësisht ata që kanë qenë për medalje veç janë eliminuar, nuk kanë fituar medalje, do më thonë është përpos me është një podium këtë tjetër i medalistave. Në kategorinë time ky evropian ka sjell shumë befasi, por përafërsisht pritshmëritë një garues ka qenë i ri, do më thonë për ati që edhe më poshta në finale, ai nuk ka qenë vitin e kaluar, ka qenë një peshë më lart, do më thonë në mënyrë befasisht ai në muajin e fundit ka vendosur të zbret në kategorinë time, ai ka qenë befasia dhe kemi ditë që do të jetë befasi, kështu që të tjerë përafërsisht jo në gjithë kanë qenë aty të nivelit ku kanë qenë. Orges, pra ju lejohet me kalu prej kategorisë në një tjetër? Kategoritë do më thonë me kilogram, nëse mrin kilogram të caktuar të ky drejt çfarë dush kategorie do në marr pjesë. Varet veç dosh me kani sakt në kilogram. Mirë, është e vështirë kjo për ta menaxhu? Kjo është pjesa më e vështirë, domethënë pjesa më e vështirë personalisht e imja, unë kam në luftë domethënë peshën, pasi më duhet shumë kilogram duhet më rënë. E kam kategorinë e lehtë, kam kategorinë deri në 60 kg. Normal unë jam 67-68 kg, domethënë për 4-5 ditë do më zbrit, më humb 8 kg është shumë e vështirë. Kjo është pjesa më e vështirë një sportistit që merret me sporte luftarake. Është një luftë shumë e vështirë. Do më thonë, gjithmonë thojmë që kemi 2 lufta. Lufta e parë është me zbrit peshë, pastaj është lufta e dytë ajo në arenë, do më thonë që kena më përballë. A i bie kjo që Orgesi është vazhdimisht në dietë? Vazhdimisht. Do më thonë gjithmonë, sidomos 4-5 ditë e fundit, 3-4 ditë e fundit, fillojmë edhe me dehidrim. Do më thonë dehidrohem se nuk mundem me zbrit peshë. Është një kush e den, kush e ka përjetuar është një sfidë vetvete dhe është shumë e vështirë. Është më vështirë pa ushqim apo pa ujë? Sepse kjo pjesa e dehidrimit po duket të jetë sfiduese. Do të thonë momentin kur dehidrohet, e largon edhe ujin, do të thonë ujin tënd që e ke në trup e largon.
edhe normal që ki shumë etje, shumë fështirë, por kërë je i forë psikikisht dhe më thane për balën edhe këtë pjesë. A të ka ndihmu disiplina edhe pikrisht kjo pjesa e dietës edhe njëtën e përditshme, po për flasë sidomos për këtë regjim që ja bën vetë vetës? Besoj që po, sidomos mentalitet dhe më thane karakter të forcon shumë, se nuk është letë për 24 orë me zbrit 5-6 kila, edhe me dëru për shembull një ditë pa hangër, pa pi, po kur e ki karakterin, kur e ki qëllimin, dhe më thonë, e dim për çka i të e bo, mendoj që ndihmon shumë edhe jashtë karatës, edhe një përditshme. A e ke prish ndonjëherë kështu? Pak para gorave, vetëm sa për t'ja bo vetët qefin, ose edhe për pjesën e shoqërit, për shembull stabilizim? Normal jam shumë i disciplinum. Mendona me qenë shumë i disciplinum, po normal ndonjëherë jemi njerëz edhe na kem dëshirë me hangër diçka, me pi diçka që nuk na lejohet normal. Ndodh, po jo në shumë të në rastet, dhe me thonë, shumë rastet të vogla, me thonë. A ke sakrifiku shumë saj përket jetës të ti e i ri, realisht edhe në mosh, edhe besoj që ende ke qef, ndërsa pjesën me kalu kohë, me shoqëri e tjere. Të ka rrë shumë kjo pjesë si lloj sakrifice, i quan të tilla, apo ja ka vlenë që shka? Sporti profesionalizm, dhe me thonë, i ka dhe sfidat e veta, një ndër sfidat kryesore që do të me sakrifiku shumë gjëra të tjera, shumë gjëra të tjera do të me lanë anash, nuk mund është tim edhe njëkohësisht me dalë me shoqëni, njëkohësisht edhe me bë ushtrime, po shumë e vështirë, do të më nda, dhe më thamë, po kështu që normal kom sakrifiku shumë, nuk e kom pas, dhe më thamë, një jetë qështë e kanë të rritë tjerë, një jetë komplet ndryshe, me ushtrime, me gara, me kampe, kështu që po kom sakrifiku mjaft shumë. Po të mejtë medalja. Po, kjo është edhe medalja e argjentë, dashur teleshikues, të cilën Orgese Vecaj ka fituar dhe na ka sjellë sot në studio. Pra, është medalja të cilën e morën në Armeni. Në Armeni, në kampionatin e fundit, domethënë javën e kaluar, mos ka bofsha. Edhe për këtë që po na tregon si ishte si eksperiencë realisht, na tregove pak a shumë për konkurrentët, na tregove pak a shumë se çka ishin pritshmëritë, që kishte edhe befasi në këtë kampionat, por tregona pak më tej për pjesën prej momentit kur shkeli në tokën e Armenisë, si është gjendja besa atje. Ja, është stabile momentalisht? Armenia ka qenë një ndër shtetet që nuk e kam vizituar asnjëherë. Po. Ka qenë, më kalon goxha për shtypje, domethënë njerëz shumë mikpritës, edhe që nuk e njohin Kosovën e këto, po me neve kanë qenë shumë korrekt, domethënë gjithçka ka qenë në rregull. Më kalon populli atje, më kalon për shtypje mjaft shumë, domethënë një popull mjaft mikpritës, dilshin foto me neve, na respektojshin, kështu që ka qenë gjithçka në rregull. Sa i përket ushqimit e këto, ty s'të ka me i provua, duke qenë se jenë në regjim. Deri, domethënë, na që të shkojmë ditën e parë kem peshimet, mbarojmë peshimet, pastaj natë lirë me hangër normal. Kështu që po sa i përket kuzhinës, kishte një kuzhinë mjaft të pastër, domethënë gjithçka ishte në rregull. Ju pëlqeu? Po. Normal, jo diçka wow, po më thon parafërsisht si kuzhina turke ashtu diçka më thon. Po, goxha e ngjashme, po shkak sigurisht afërsisë. Po mirë, duhet ndalim pak, pati ndonjë të papritur sa i përket këtij udhëtimi apo ishte gjithçka sipas planit? Gjithçka sipas planit, më thon pak një rast kështu çka është, po është rast politik ku fe pak pata problem, domethënë kur hyra brenda në Armenisë, ato dihet kanë konflikt me Azerbajxhanin. Unë kisha edhe një vul që kisha qenë para 2 vjetëve në Azerbajxhan, ati interesante shumë, domethënë këtë ekipa shkoi mbeta veç në interesante pse më kanë në Azerbajxhan, e kësaj pyetje kështu, këto pyetje politike, domethënë kalova një procedurë pak më gjatë se të tjerë, po kështu gjithçka në rregull. E mendove çka nëse do të më kthenin sërish nga isha orë? Do ishte fatale, s'dija sa kisha bërë, domethënë se atë në vitin përgatitën për kampionatin evropian. Të në qëllimin përgatitën për kampionatin evropian. Ky kampionat evropian është shumë i rëndësishëm se është gjithashtu kualifikues për në kampionat botëror. Domethënë për me marrë pjesë në kampionat botëror do është shkon me kualifikim, se aty do marrin vetëm 30 garues më të mirë të botës. Kështu që ky ishte edhe një farë lloj testi me kalu këto për me marrë pjesë në kampionat botëror. Kishte rëndësi domethënë të dy fesht. Pra çka do të thotë kjo? Ku do ta kemi Orgesën të ardhmen? Do të jetë pjesë e kampionatit botëror? Po, unë vetëm e kam siguru kualifikimin, domethënë medalja dërgon direkt në kampionat botëror. Mirë, po qëllimi im është që të kualifikohem përmes renditjes, pasi dallon domethënë 8 garues më të mirë të botës
shkojnë përmes renditjes, ndërsa medalistat të secilin kontinent të kualifikohen edhe ata. Unë jam më shumë afër, domethënë jam i 6 jam në renditjen botërore, kështu që qëllimi jam është ta mbaj këtë renditje, edhe mu kualifiku përmes renditjes që në kampionat botëror të kem një short sa më të mirë. Pasi 8 parë nuk do përballen me veti. Kështu që qëllimi jam kryesor për këtë vit, mbetet kampionati botëror, i cili mbahet në fund të vitit në Egjipt, domethënë në Kairo. Kështu që këtë qëllimi, këtë planifikimi për vështrime do jetë që amërim formën maksimale në kampionat botëror. Ti ke qenë në Egjipt më herët? Më shumë herë, domethënë 34 herë besoj. Si është realisht, sepse tash po ma kujton edhe këtë pjesën e dehidrimit, të shkosh në një vend me temperatura aq të larta, si e përballon? E vetmi rast që nuk mund me peshën, që më ka ndodhur që më ka i gara, që s'ka mujt është në ka ndodhur në Egjipt, domethënë në Kairo, para 2-3 viteve, domethënë nuk kam edhe përvojë as shumë të mirë në Kairo, po tash në botëror nuk do të më përsërit. Nuk guxon në botëror të përsëritet. Jo, tamam puna. Kur po flasim për gjithë këto arritje, Orgesin e kemi realisht përfaqësues të Shqipërisë. Po. Çka ndodhi me Kosovën? E konsiderove Kosovën s'pari? Unë kam qenë pjesë e Shqipërisë para, domethënë. Në momentin kur Kosova pranoi instanca ndërkombëtare në vitin 2015 në Komitetin Olimpik kështu, unë u ktheva domethënë të ngaroj për Federatën e Karates Kosovës. Mirë po më vallë rezultate mjaft të mëdha, unë jam i pari që kam sjellur Kosovës medalje evropiane në një kampionat zyrtar të karates në U21 në vitin 2016 në Çipër. Domethënë medalja ime është medalja e parë evropiane për Kosovën. Mirë po pastaj ndodhen ca probleme në federatë, nuk i kisha trajtimin e duhur, nuk u trajtova ashtu që mendoja që e meritoja. Në atë kohë ishin krerët e federatës edhe kishin një farë urrëtie kundër klubit tim, fillun me do dënime, me do thjesht nuk deshin që na me pas rezultate. Kështu që isha pra një kryqje ose ta leja karaten ose të vazhdoja në një shtet tjetër. Shqipëria mu gjetë kur kisha nevojë më së shumti, më rikthejon kombëtare, domethënë, edhe sot kësaj dite jam përkombëtare shqiptare. Kur thua ose ta leja karaten ose të vazhdoja diku tjetër, e mendove opsionin e parë? Apo nuk ishte as pak opsion që ta praktikoj karaten? Jo, ishte shumë real, domethënë se nuk mundesh me shku përpara, nuk mundesh me mri rezultate kur nuk të respektojnë, kur nuk të vlerësojnë. Gjithashtu kur mendohen me të largu, domethënë shkurt me të largu, kështu që ishte pamundëm me pas rezultat në atë klimë, domethënë në atë atmosferë. Kështu që isha i obliguar, domethënë i detyruar ose me lanë sportin e karates, as probleme kemi pas, ose të vazhdoj në një kombëtare tjetër, por këtë rast kombëtaren e Shqipërisë. Orges, unë kam dëgjuar shumë shpesh që sportistët tanë nuk është që i kanë kushtet shumë të mira, sa i përket kushteve të infrastrukturës po flas, qoftë edhe një sallë vetme ku ushtrohet, ndoshta nuk i ka kushtet më të mira. Po çka do thotë kjo? Është kjo më e rëndë apo është më e rëndë presioni emocional që mund ta kesh edhe këtë pjesën e trajtimit dhe mos respektit? Është shumë pyetje mirë. Është shumë, domethënë ka rëndësi aspekti emocional. Për shembull në Shqipëri nuk e kam kushtet shumë të mira. Financiare unë e paguaj vetë për shumicën e garave. Federatën e Karates ka qenë e kundërt. Se Federata e Karates së Kosovës ka pas buxhet me thënë 10 fish më shumë se ai e Shqipërisë. Këtu në Kosovë kemi pas të paguar me shumicën e garave. Mirë, po nuk ka qenë ai presioni që ka qenë, nuk na ka lënë me shku përpara. Kështu që më shumë me dëshirë më shku në një shtet që nuk ka gjendjen as mirë financiare, por nuk e kam këtë presion, e kam rrugën e lehtë, domethënë me shku përpara, se sa te Kosova që e kam pas mundësi financiare sa më të mira. Uroj shumë që t'i prekësh majat e suksesit, ku ka më mirë se sa të jesh pjesëmarrës në kampionatin botëror, edhe realisht uroj shumë që të kthehesh me një medalje jo të argënt, po të artë. Kismet, shumë faleminderit. Uroj shumë. Më trego pak a shumë për planet, përveç kampionatit botëror, cilat janë planet e Orgesit, se besoj që një rrugë e gjatë për të pret përpara. Ani pse je për Shqipërinë, ose se gjithë jemi shqiptarë dhe kjo është e bukur. Mendoj që edhe pasi që la karrierën si sportist, do jem në sportin e karates, do të jem si trajner. Unë edhe tash e luaj rolin e trajnerit, domethënë kemi këtu klubin klubin më të mirë në Kosovë, është quhet klubi Pom Prishtina, ku kemi shumë garues të ri, luaj rolin e trajnerit. Kështu që unë sigurt pas që la karaten si nivel personal, domethënë si sportist,
Almja ime besoj që do me gjej si trajneri i klubit, po se po ndoshta edhe kombëtare shqiptare për Kosovës kujdi. Orges, më trego pak për këto gjeneratat e reja me që je trajner, si po isha të ardhmen, janë duke shkuar në një drejtim të duhur? Gjeneratat, mendoj, Kosova ka shumë talenta, dhe më thonë e karate ka shumë talenta, mirë po mungon edhe puna shumë, mungon edhe puna profesionale, mirë po qa dallën pe gjeneratës pak ma të vjetër, se nasina shumë të vjetër, po qa dallën pe gjeneratës tonë është motivimi, do më thonë, nuk e kanë atë motiv që ne kemi pasur për para. Për shembull, na në kohën nuk kemi mujt me marrë pjesë në kampionat evropian ose botëror, se nuk kemi kanë të pranuar në instanca ndërkombëtare. Na veç një turnir që kena ditë që kena me shku jashtë, për shembull në Austri ose në Zvicër, na 6 muaj na përgatit për atë turnir. Tash këta gjeneratat e reja, domethënë kanë pe fëmijë, ballafaqohen me botën, se kanë gjitha mundësitë me marrë pjesë në përgara. Edhe shoh për shembull shkojnë në kampionat evropian, kampionat botëror për të riqen, nuk i lën kurfar përshtypje, domethënë nuk e kanë atë motivimin që ne kemi pasur përpara. A ke pas shumë udhëtime të cilat, të cilat nuk janë realizu, vetëm për shkak të vizave dhe këtyre problemeve që kemi pas disa vite më parë? Kemi pasur, në fatmirësisht jam pajis shumë herët me pasaportën e shqiptare, domethënë në vitin 2013 mos gabofsha. Mirë po kemi pas probleme që na kanë ndaluar kur kam qenë pjesë e Kosovës. E moj meni kampionat evropian për seniora, domethënë njëjtë si kjo, u mbajt në Novi Sad në Serbi në vitin 2018, edhe na është ndalu hyrja, domethënë kufe nuk kena mujt me depërtu, pasi shteti serb nuk na ka leju me marr pjesë. Përgjithësi sportistat e Kosovës ballafaqohen shumë me këto probleme, me viza, vetëm federatës karates të 3-4 vitet e fundit kanë ndodhur 2-3 gara mos mujt me marr pjesë, në janë Algjeri, mos ka bofsha, Spanjë, kështu që sportistat e Kosovës përballen shumë me këtë problem. Dua ndalim pak edhe tek emocionet e bukura kur realisht e kupton që e fitove atë garë. E fitove atë titull. Janë emocionet përzira, domethënë janë emocionet momentit, nuk e din edhe çush po reagon. Tani shumë vetë për shembull çush kom reagu. Normal në momentin që fiton kishim shumë sene të sjellën kry, ma shumë ajo sakrifica që përmenu më herët, domethënë që e din që ja ka vlej. Pastaj më në kam rastin edhe në finale, humba finale, domethënë nuk më lanë një pashije jo të mirë, po normal sportistat të kalojnë si të mira, si të këqijat, vetëm nuk duhet më ndalë. Orges, me këtë mesazh, unë po e përfundoj intervistën me ty, faleminderit shumë se që ishe pjesë e momentit, faleminderit shumë që na soll edhe këtë medalje në studio, kështu është një ndjerë edhe një krenari dhe vërzëmime. Faleminderit, shiknasia ime, shumë faleminderit për pjesën. Faleminderit shumë.